Nuk mjaftoi raundi i parë për të zgjedhur udhëheqësin e ri të qytetit të Shkupit. Prandaj, pjesa e dytë pritet të jetë edhe më e zjarrt, ku dueli është ndërmjet kandidatit të VMRO-s Orce Gjorgjevskit, i cili në rrethin e parë priu bindshëm me vota, dhe kundër kandidatit të Levicës Amar Mesinovic, i cili synon ta përmbysë rezultatin. Se sa e nxehtë është gara mes tyre po i tregon edhe fushata të cilën po i zhvillojnë me një ritëm dinamik, duke premtuar që Shkupi të jetë ndër metropolet europiane. Premtime për projekte të reja, premtime për probleme të zgjidhura e fotografie e re e qytetit. Nuk mungojnë asnjë tubim të tyre parazgjedhor, të cilat në test do të vihen menjëherë pasi të përfundojnë zgjedhjet, pasi Gjorgjevski disa herë ka përsëritur se 72 orë pasi të zgjidhet kryetar, Shkupi do të pastrohet nga mbeturinat. Dy kandidatët u përballen edhe në debat televiziv, nga i cili debat vëmendje mori se si Gjorgjevski e quajti kundër kandidatin pa diplom, përderisa dhe vetë Mesinovic tregoi se është student i shkencave politike, por ende i pa diplomuar. Kandidati i VMRO-s ka thënë se me fitorin e tij do të ketë fillim të ri dhe projekte të reja për qytetin, ndërsa ai Levicës ka thënë se përfaqëson alternativën e qytetarit të zhgënjur. Dy konkurrentët e qytetit të Shkupit janë zotuar para qytetarëve se që nga marrja e mandatit nuk do të kenë më probleme që i kanë trashëguar nga kryetarja në largim Daniela Arsovska. Ardhja e saj në krye të qytetit të Shkupit para 4 viteve pritej me shumë eufori dhe shpresë nga qytetarët, por ato u shuan shumë shpejt kur nisën problemet me transportin publik, mbytjen e kryeqytetit nga mbeturinat dhe mungesa absolute e komunikimit të saj me kryetarët tjerë të komunave të qytetit. Disa herë ajo është akuzuar edhe për 0 punë të realizuara në pjesën shqiptare të qytetit kryesor.